Fitoria e gjesit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri duke se nuk ka sjellë vetëm entuziazëm në rrjet, por dhe reagime të forta nga ish-partnerja e tij Xheneta Fetahu. Në një prononcim të fundit, Xheneta ka kërkuar që emri i saj dhe i familjes të mos përfshihet më në diskutimet rreth gjestit. Shpresoj që të më lënë mua dhe të gjithë familjen time të qetë. Kanë qenë muaj të vështirë, plot stres dhe shqetësim për njerëzit e mi më të afërt, është shprehur ajo. Ajo ka shtuar se nuk ka më interes të flasë për të kaluarën dhe se është fokusuar në projekte të reja, duke u distancuar plotësisht nga historia me gjestin. Kujtojmë që lidhja e tyre nisi brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, por u shoqërua me shumë diskutime, tensione dhe polemika edhe pas daljes nga formati. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Xheneta nuk kishte fjalët më të mira për gjestin, për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.